أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falëndërimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tonat për zemër tam, qofshin mbi vulën e pejgamberis, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, ne si besimtar musliman, Allahu Gjeleshanuhu na urdhënoi me leximin e Kuranit dhe marrjen e mësimeve prej këtij librit madhështor. Dhe nëse lexojmë Kuranin, do të shohëm se më njëherë në surën e parë, rrëfimin e parë me cilin Allahu Gjeleshanuhu e fillon surën Bekare dhe e quajti këtë surja Bekare, surja e lopës, për një arsye, se aty përmendet çështja e hebrejve, çështja e izraelitëve dhe mashtrimet e tyne dhe tradhtitë e tyne, të cilët I kanë pjesë të natyrës dhe karakterit vet. Dhe ne si musliman, kur e shohëm në Kur'an, më shumti prej pejgamberëve që përmendet në Kur'an është Musa a.s. që përmendet 136 herë, ndërsa Muhamedi a.s. vetëm 4 herë e Ademi a.s. 25 herë. Dhe shohëm gjithë këtë dallim dhe pse Allahu Gjeleshanu kaq shumë e përmendi Musa a.s. Dhe prej popujve që më shumti u përmend në Kur'an është populli izraelit. Pse Zoti vazhdimisht ne I fokuson izraelitët, jahudit, nga shkaku që të marrim mësim me leximin e Kuranit, që ta dim se ato probleme që I kanë pas pejgamberët e përparshëm, do t'i kemi edhe ne me ata. Tradhtit që ata ja u kanë bë pejgamberëve përpara, që ato tradhtit do të na I bëjnë edhe neve. Dhe sot e shohëm gjendjen Palestinë dhe tradhtinë e jahudive në shkeljen e marrëveshjes. Pat marrëveshje në mes muslimanëve dhe jahudive, që të ndërprehet lufta dhe të shkëmbehen burgostit, të shkëmbehen robnit e luftës. Dhe e shohëm se që 2 herë janë të shkel marrëveshje, që 2 herë që bëhet marrëveshje janë të shkel marrëveshje. Dhe këtë ne si musliman duhet ta kemi qartë se natyra e jahudive është tradhtoje. Nuk mundet jahudia ta mbaje besën, nuk mundet jahudia të jesë besnik I fjalës. Dhe tash e shohëm kërcënimet të cilët ju bëhen nga ana e Amerikës, kërcënimin që sot jahudia tjetër I madh Donald Trumpi, që u ka thënë palestinezëve ose dilirojni krejt burgostit ose ka të bëhet vorr Palestina. Po xhamati nderuam, këtë do ta dim se jahudit janë bashkë në idealin e tyne. Dhe tradhtisat tyne nuk duhet ju besohet. Askush nuk thot pse jahudit e tradhton marrëveshjen. Pse jahudit nuk I ndetën në fund marrëveshjen që e bën me muslimanët. Pse nuk e mbajtën deri në fund. Po e shkelën. Dhe kërkush nuk ju thot prej botës se muslimanët ndojtën besë, jahudit janë të tradhtu. Pse jeni të tradhtu? Kërkush nuk ju thot. Atë kishte qenë e kundërta, sikur muslimanët ta kishin prish marrëveshjen, duke shkall bota. Krejt bota duke shumë kam se shifni, muslimanët nuk e mbajnë marrëveshjen. Shifni se si muslimanët tradhtojnë. Ama kur ndodhe kundërta, tash jahudit nuk e mbajtën besën. Jahudit tradhtojnë dhe ata e kanë natyrën e vetë tradhtojnë, se Allahu në Kur'an na ka tregu se çfarë tradhtarësh janë ata.
po ne muslimanët shumë pak e lexojmë Kur'anin dhe pak mësime nxjerrim në pi Kur'anit që ta kuptojmë me çfarë njerëzish kemi punë. Ne duhet vetë disofni se me ka kemi punë sot. Dhe kjo sot që i ka gjetë Palestinës, kjo do t'jesë edhe fati shumë muslimanëve tjerë në të ardhmen. Se kjo gjendje e paqes nuk do vazhdojë. Përderisa është u luftu atje dhe shifni se janë të u përzi punën në këta anët. Kret bota është të u përzi. Kret janë të ngrit fjalët dhe llafët dhe nuk i dihet e ardhmja se çfarë do bjerë. Po xhamat, një gjatë duhet kjetë parasysh. Jahudit janë tradhtarët e dynjas. Ata asnjëherë se kanë mbajt besën. Edhe në kohën e Musës a.s. Edhe në kohën e pejgamberëve mbas atij, se mas shumë ti pejgamber që ka pas ka qenë te ata, po çdo herë i kanë tradhtuar pejgamberët. Edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë e bën marrëveshje. Bën marrëveshje me pejgamberin ton alayhis salam dhe në fund e tradhtuan dhe e prishën marrëveshjen. Jahudit kursën kanë mbajt marrëveshjen. Kurse kanë mbajt deri në fund të rinë fjalës tyne. Nuk mundën ato të rinë fjalës, se në natyrën e vet e kanë të mashtrojnë. Si ai gjartni, sa të dush ushqeje, sa të dush mere me të mirë, nëse të afrohet kafshon. Kështu është natyra e prisht e tyne. Mashtrimin e kanë pjesë të kulturës vetë. Nuk din ato të mbajnë fjallën. Dhe xhamatin nderuar, ata të cilët këtë natyrë të flisht e kanë dhe e shohim se çka janë të bënë botë dhe sidomos tash në gjendjen e Palestinës, se sa tradhtar janë ata. Dhe se sikur veti vet i kanë bërë edhe një numër të udhëheqësisë arabe, të cilët janë njerëz të shitë të cionizmit, të cilët janë muslimanë i thonë vetit, po janë shërptore të cionizmit. Dhe këto tash duhet të bëjnë marrëveshje dhe të mbrojnë interesin e muslimanëve. Po si mundet të mbrojnë interesin e muslimanëve njerëzit të cilët janë shërptorë të jahudive? Izraeli është një kancer në trupin e muslimanëve. Gjithat territorët muslimanëve në mes të tyre e kanë shti këtë kancer që e ka emrin Izrael. Dhe përderisa nuk largohet ky kancer prej trupit, vdekja ka t'i vije këtij ummetit. E inshallah Allahu Teala të na forcojë dhe ta kuptojmë realitetin e këtij popullit flisht që janë cionistët dhe jahudit e kësaj kohe. Xhamatin nderuar, këta i kanë mashtruar dhe janë mundu të tallën edhe të kalumen me pejgamberët. Dhe tregum rastin kur ata kishin hinë Palestinë bashkë me Jusha ibn Nunin dhe duke hyrë në qytetin e shenjtë, çka ju tha pejgamberi tyne? Tashta do të him këtë qytet dhe në shenjë falenderimi, në shenjë në nështrimi ndaj Allahut, do të binin sejdë, edhe kur të binin sejdë, do thojni hitta, që është sikur fjala arabe që kemi estakfirullah, na fal o Zot, dhe ata në gjuhën e tyne o deshte të thojnë hitta, po kur mbrihen afër qytetit, nuk ranë sejdë xhamat jahudit. Nuk ranë sejdë ti thonë Allahut faleminderit që na shpëtove prej faraonit dhe na e mundsove të him këtë vend të bekum. Po çka bën? Vend se të hinë sejdë me kryen do thotë të nënshtrume, ata u kthyn me shpinën mbas, edhe ashtu të kthym me pjesën e pas me hinë brenda në qytet, si lloj tallje ndaj pejgamberit dhe urdhit të Allahut. Do thot nuk hinë drejt kështu dhe të binë sejdë, po e kthyn shpinën. E kthyn shpinën dhe qashtu hyjën qytet. Dhe nuk thojshin hitta, estakfirullah, na falu Allah. Thojshin hinta, elp. Do thot e ndron fjallën si lloj tallje mundofshin që të lujnë me fjalë të Zotit. Dhe vetë se ta falenderojnë Allahun, ata bëshin tallje me Allahun. Dhe kjo natyrë e prisht e tyne do të thot ka reflektu vazhdimisht edhe në raste tjera. Po ashtu e kemi të përshkrujt me në Kur'an. Ata idhtarët e të shtunës, se jahudit e kanë fez ditën e shtunë, krishterët e kanë djelën, muslimant e kanë gjuman, dhe jahudit
Allahu i përmend edhe si i tharët e të shtunës, ata që e madhnojnë të shtunën. Dhe këta mashtrimin që e kishin në natyrën e tyne, pejgamberët ju thoshin mos dilni të shtunën dhe mbajnja ditë feste, se ata ishin popull që dilshin dhe bojshin peshkatari, zishin peshk. Dhe kur ju thanë pejgamberët që ditën e shtunë mos dilni se është ditë feste, nuk punohet në ditë feste. Muslimanit ditë bajramit dhe dalen punë, muslimanit ditë bajramit punoje, feste kije ndale a ditë punën. E çfarë bojte? Ki popull jahudi, këta shkojshin të premten, edhe i vishin do mrezha, do rjete, i vëndojshin aty, që të mundën të hinë peshqit, dhe të shtunën të rrishin të shpia, djelën shkojshin dhe i mlidhshin peshqit që u kanë zanë atë rjetë, pra bojshin një lloj mashtrimi. Po ashtu bojshin mashtrime tjera dhe në çështjet e ushqimeve, pra çdo herë kanë tradhtu, çdo herë atë që u kanë thonë pejgamberët, jahudit e kanë bërë të kundërtën. Çdo herë që Allahu i ka urdhëruar me diçka, ato kanë bërë të kundërtën e asaj që u ka thonë Allahu dhe pejgamberi. Po ashtu e kemi në Kur'an në surën Bekare. Allahu i përmend ngjarjen e vrasjes së një njeriut. Dhe ata shkun të Musa a.s. thanë, o Musa, si ta gjem kush e ka vrajt, se ato e këshin vrajt një njeri, po e këshin fuk në katun tjetër. Dhe tash ata të katundit tjetër, dufte ta marin faja, nuk ishin fajtor. Dhe erdhën konflikt shkun të Musa a.s. Thanë, kush e ka vrajt, si mund ta gjem? Allahu i tha Musës a.s. Ne ta presin një lopë, dhe me mishin e saj, me gjakun e saj, ne ta prekin të vdekmin, ati unë do t'ja kthej shpirtin dhe ajtë të fole kush e ka vrajt. Dhe Musa a.s. tha, o ben Israel, mirë një lopë, therë një, edhe dimshojmë të vdekurit me atë pjesë të trupit të lopës, edhe pastaj atë den gjallë Allahu. Dhe nuk e morën me njëherë ta bëjnë urdin në Allahu, të shkojnë ta marin një lopë ta presin. Fillun të bëjnë talje. O Musa, qëfar lope? Po tha, Allahut pastaj zot va vështirësoje, a e lipën se qëfar lope? Po, mos jese as e vjetër, as e re. Pastaj prapë thanë, o Musa, a bënën e njëherë ta pyetish Zotin, qëfar boje ka ajo lopa? Allahut nuk ju tha as boj, as mosh, po ata vetë e lipshin që t'ja u vështirësoje Allahut. Dhe pastaj ju erdhe dhe urdhni tjetër, mos jese as e lodhët, të jese ngjyrë verë, të jese kështu, derisa e patën shumë vështirë ta gjenë një lopë të tillë. Dhe e gjetën vetëm të një jetim që pastaj shumë shtrejt e pagujtën për ta marrë. Në fillim kishin mundësi cilën lopë ta gjenë, ta marrin ta presin, ama jo, ta bihat jahudije, 100 pyetje pejgamberit, po çfarë lope, po si tjese, po kete, po atë, vetëm që mos e boje atë që i thotë Allah. Dhe në fund Allahu a vështirësoi, derisa e prum me nxe se e gjetën një lopë të tillë. E kjo është natyra e tyre. Prandaj Allahu në surën e 2, surja më e gjatë në Kur'an, e ka emrin surja Bekare, surja që flet për këtë lopën të cilën do të shtatherit. Dhe pse Allahu surën më të gjatë e shpalli për këtë temë, që të na boje me dije, të na jape një shej, shifni se këto izraelitët, këto jahudit janë sortë e flyqt, janë sortë pabes, janë sortë tradhtar, edhe ju do keni punë me ta, hapni syt, lexojeni Kur'anin dhe mirëni mësim, jo vetëm të lexojmë Kur'anin për ibadet, natë e madhe të lexojmë, po lexo, po edhe merr mësim. Shife pse Allahu i përmendi izraelitët ka shumë Kur'an, që të na tregoje se kush janë ata. Po ne i marrim si shaka, sot i shohim se çka të u bë. Sot që këtë popull e shohim çka të bë. Dhe sherin o të ja pa këtë dynjaje, këtë botë është e pa sherrin e këti mileti që e kanë marrë në okupim edhe shtetin e Amerikës, dhe Amerika sot është bo shërtor Izraelit. Amerika sot është e punu për Izraelit. Çka i thot Izraeli Amerika bon? Kret armatimin ajo ja qon, kret parët ajo ja finanson. Çka ti duhet Izraeli, Amerika vetëm thot amin. Dhe sot e pam edhe kërcënimin e Trumpit ndaj Palestinës, duke thënë se do ta shkatrojnë Gazën, Palestinën dhe Gazën, dhe do ta bëjnë rrafshat vetë me gjithë njerëzit.
para mendonja një prezidenti një shtetit të madh si Amerika, del dhe e thot këtë deklaratë fliqt, ku kërcnohet se do t'i shkatroje dhe do t'i rafshoje muslimanët bashkë me shtëpitë e tyne. Po xhamat, kjo nuk duhet t'i frikë muslimanët, se Allahu në Kur'an na e përmendje dhe ngjarjen e Talutit dhe Xhalutit, një udhëheci ben Israilve, që luftuan me Xhalutin dhe ushtrinë e tij. E ushtria e Xhalutit ishte një ushtri shumë e madhe. Njerëzit u frikshin në atë kohë prej atyne. Po Allahu në mesin e këtyne popujve çoi Davudin a.s. që u bë komandanti suprem i muslimanëve dhe i udhëhoq në luftë kundra Xhalutit. Ishte ushtri e vogël, po Allahu Gjeleshanu në thënë Kur'an, kem min fiatin kaliletin galabet fiaten kathiratan biidhnillah, sa grupet vogla i kanë mund grupet e mdoja me lejen e Allahut. Dhe Davudi a.s. edhe pse ushtrinë e vogël e mundi ushtrinë e madhe të Xhalutit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër e kishte ushtrinë e vogël, po e mundi ushtrinë e madhe të pabesimtarëve Kurejsh. Muslimanët çdo herë kanë qenë më pak në lufta, po çdo herë kanë dalë fitues. Pse? Se nuk e kanë lidh fitoren me ushtrinë dhe armatimin, po e kanë lidh fitoren me imanin zemrët e tyne. Dhe këtë e kanë kuptu edhe komandantët suprem. Një prej atyne, si që është edhe komandanti i famshëm, imperatori i asaj kohe, Napoleon Bonaparte, i cili në një fjalë thot, në luft nuk matën thot sa bura kije, po sa kajnë burnia të bura. Pra nuk matën burat, po matët burnia. Edhe në luft nuk matën sa njerëzi i kije, po sa njerëzi i kije të gatshëm të sakrifikohen për idealin e lartë dhe suprem. E sot e shohëm se një Hamas me një numër të vogël të ushtarëve 20.000 apo 30.000 është e luftu kundra gjithë një bote, është e luftu kundra Amerikës me ushtrinë më të fortë dhe më të madhe në botë, lufton kundra Izraelit me ushtrinë më të përgatitur dhe më të sofistikuar në botë. Aty nuk janë vetëm Amerikanë dhe Izraelit, aty kia ushtarë prej Evrope, prej Australie, prej Kanade. Krejt janë të ndihmu Izraelit. Po Allahu përsëri është e botë mundshme ki grupi vogël i Hamasit i bëjë ballë. Pse? Se Allahu e garanton se çdo herë grupet vogla i kanë mund të mëdhojët. Se nuk është mbytje sa njerëz i kije, po sa zemra të fuqishme ka brenda atyne njerëzve. Dhe ne dim se në trupat e jahudive është një shprastim që kur gjao nuk mund të mbushe, ndërse trupat e muslimanve dhe zemrët e tyne janë të mbushta me iman që asnjëherë nuk e tradhtojnë idealin e lartë të dinit islam. E inshallah Allahu Teala na bëhet mundshme ne si musliman këtë Ramazan Allahu t'jape fitore në Palestinë. Inshallah Allahu Teala t'i mbrojë muslimanët nga sherri i tradhtarëve arab të cilët ja kanë kthy shpinën muslimanëve. Inshallah Allahu Teala t'ju jape fitore muslimanëve dhe t'i mbrojë nga diktatura dhe zullumi i faraonëve të kësaj kohe që janë izraelitët dhe amerikanët. Inshallah Allahu Teala që u prishë raportën ndërmjet veti dhe shkatrim t'ju sjellë ndërmjet veti. Inshallah, amin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.